Jo dopo. Po ta hekë, po ta bëj blok shok shnet. Ja, se të ma bëshë blok. Ti gëzon që i mirë përshëndesë, o bil. Po pra nga jashtë përsëma, nga jashtë, e ka qatia. Po qatia bën 5.000 me rrugullu e të rritë zoti. Me rrugullu qatin, do të me shën edhe këtë tu. Po me i rrugullu gjithë tha, shkojnë 30.000. U është zëmra, kjo shtëpia shko shumë. A kupto, ajo me 50 e ke akullore. Mos t'i thëm të mali 25 e 5.000, i thëm do rregullime kjo gjona. A kupton, ti thëm, a ku ta lën edhe 45, po mi pas lekët në dorë, po, ta lën 45 e po, hajtë më, shokur e mërë gjysmë në dorë, gjysmë më vonë, se mërë 45 ashtu. Do të tyrosh mi avon, aq ta të thot ai, po të pëlqeu, po së pëlqeu, leje, thot e mërë tjetëri. A kupton, sa i e lën në agjensi, po agjensia ta shet, ma shumë lekë edhe për vetë, zëma, a kupton, e shet edhe lirë. A kuptoj, shet edhe lirë edhe madhe lekë për vete. A kuptoj zëma. Mas ditë jam Tiranë. Orin, faleminderit. Ta jep e zim 35, 5.000 ma vetë 30 jep, kurse ky me shit vete shet më shumë. A kuptoj zëma. Si gjithmonë agjenci ta shesin ma lirë se ashtë sa e ke, se ta bëjnë vlerën, ta vlerësojnë shpinë fiksën, a kuptoj, janë qast kanë atë lëllë regullash, lëllë gjonesh, pa ne këtu një levërdis me shit vetë, jo me shit agjensia. Se ti ja vetë çmimin vetë, kështë agjensia do ta zgjedhë çmimin e i, a kupto se ma? Nuk ja zgjedhë pronari shtëpisë, ja zgjedhë çmimin e agjensia. Edhe i thot, pëlqen, s'pëlqen. Po të pëlqej, e fut në internet, edhe shef që aty shitit kjo shtëpi, ka ish lek. E kupto? Kam sa lek që kam bëm TikTok, një 2.000 euro i kam TikTok. Që i kam për t'i marrë. I le aty, si për e kish më hongër me pi, kam, ashash kam. Ushime kam, si për mua dhe për qenjë për macet jam furnizu. I kam blet gjithë, asë si gjos më ngën shpi më në shpi, asë si gjos. Po të mush gazin, harove, së më kam arru bomble gaz. 2 mush të 2 bomblet. Të 2 bomblet shkën 60 euro. 30 euro bomble. Jo, kjo është më e madhe e tjetër, më shumë. Respekt e të hje. Shka jo, me lekë të TikTok-u di përkojmë gjithë,